Ylli Rimani është nga këngëtarët më të dashur të trojeve shqiptare, dhe kjo nuk është rastësi. Ai ka punuar fort për të arritur këtu ku është sot. Me 10 këngë të këngëtarit janë bërë hite, dhe ajo që bie më shumë në sy në tekstet e këngëve të tij është fakti se ai këndon shumë ndarjes dhe ndjesisë së boshllëkut që ajo lë në zemër. Por për të gjithave, ajo që ka më shumë kuriozitet për këngëtarin e dashur për publikun është jeta e tij private. Ylli është në një lidhje apo në kërkim të dashurisë? Kësaj pyetje i është përgjigjur vetë këngëtari, i cili tha: "Unë kam patur disa lidhje dhe të them të drejtën me vajza shumë të mira, dhe ajo që unë dua me gjithë zemër është se si të rehatohem, domethënë si të gjej shpirtin tim binjak. Por pas disa kohësh ne jemi ndarë dhe arsyeja ka qenë sepse unë shpesh jam i impenjuar me punë, koncerte dhe lëvizje, dhe kjo pjesë më ka penalizuar shumë. Jo çdo vajzë mund ta kuptojë angazhimin e një artisti, dhe e them me sinqeritet, edhe pse kam dashur shumë, marrëdhëniet kanë përfunduar për këtë arsye. Të them të drejtën, nuk gjykoj askënd që nuk mundet t'i kuptoj impenjimet e mia si artist." Për herë të parë, Ylli ka deklaruar se përgjatë gjithë viteve, emri i tij nuk është ai që është publikuar, por një tjetër. Ai tha: "Dua t'ju them se mua të gjithë më njohin si Ylli, por në fakt emri im nuk është Ylli, por Yll. Këtë emër më kanë vendosur prindrit dhe unë e kam në pasaport, kudo më thërrasi me emrin Ylli, dhe unë shpesh, edhe kur jam i ftuar në koncerte, i them drejtueses: të lutem më prezanto me emrin tim, Yll, jo Ylli." Sot për herë të parë po e bëj publike këtë gjë, sepse do preferoja që njerëzit të më njohin me emrin që më kanë vënë prindërit, Yll dhe jo Ylli. Po ju, çfarë mendimi keni për këngëtarin? Për më shumë, mund të lini mendimin tuaj tek komentet poshtë videos.